Faleminderit kujdo i madh e i vogël nga Shqipëria apo edhe jashtë Shqipërisë i ka kontribuar për të mbledhur 5 tone 437 kg. Të gjithë nga pak, të gjithë sa kemi mundësi dhe kemi arritur të bëjmë një shifër jashtëzakonisht shumë të madhe. Një mal i madh me tapa dhe që është përkthyer duke shitur në 2.870.000 lekë. Jo vetëm zonja do të jetë përfituese, por edhe 4 persona të tjerë që do t'i marrin protezat e tyre në vijim. Do t'ishin në plera, vetëm mendojeni pak, vullneti juaj, solidariteti juaj, ndjeshmëria juaj e bëri që këto tapa të mblidhen dhe tashmë ne t'i shesim dhe të sigurojmë proteza për ata cilët janë të gjymtuar dhe nuk munden dot ta sigurojnë një protezë. Faleminderit nga zemra dhe vijojmë të mbledhim tapa në rrjetet e mia sociale. Unë do të publikoj mbledhjen e radhës, vendin dhe orarin. Do të jemi këtu, do ta çojmë përpara këtë fushat sepse nga një gjë aq e vogël, nga një tap vjen një e mirë pas, edhe ku ka më mirë se sa gjithë bashkë të ngrejmë në këmbë ata të cilët nuk ngrihen dot pa ndihmën tonë.